Pavarësisht kritikave të opozitës, qeveria vlerëson se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat paraqet avancim të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë duke e bërë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat obligim ligjor për institucionet. Sipas tyre, ai garanton të drejtën e vetdeklarimit, por prashe masa kundër keqpërdorimeve. Sekretaria shtetërore Arlinda Gjakova u bëri thirrje deputetëve ta mbështesin ligjin, duke e cilësuar atë si një vlerë demokratike dhe kusht për një shoqëri të barabartë. Ky ligj gëzon mbështetjen e Këshillit të Evropës, pasi për të është dhënë opinion pozitiv nga Komisioni i Venecias, ndërsa rekomandimet e përfshira në opinionin e tij që synonin përmirësimin e tekstit të ligjit janë integruar në dispozitat e këtij ligji. Me këtë ligj, qeveria jon bën një hap historik në avancimin e marrëveshjes së Ohrit. Ky ligj ofron disa zgjidhje të rëndësishme. Ligji mbështet në të dhëna reale, në regjistrimin e fundit të popullsisë, në gjendjen faktike të institucioneve dhe në nevojat konkrete për punësime. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat bëhet obligim ligjor për institucionet dhe nuk do të varet më nga vullneti i një drejtori, i një ministrie apo nga interpretimi subjektiv i kujdo. Opozita kundërshtoi pretendimet e qeverisë se ligji për përfaqësim të drejtë është harmonizuar plotësisht me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Deputeti i Frontit Evropian Sali Murat theksoi se vetëm 65% e rekomandimeve janë përfshirë në ligj, ndërsa një pjesë janë zbatuar vetëm pjesërisht ose nuk janë inkorporuar fare. Ata akuzojnë qeverinë se ka dërguar projekt ligji në Komisionin e Venecias për të fituar kohë dhe kërkojnë debat juridik për të verifikuar shkallën reale të harmonizimit me rekomandimet e këtij institucioni. Kažavte дека овој закон е во согласно со мислењето на Венецијската комисија. Воопшто не. Имаме една длабока анализа која фактички повикувам и вие да анализирате околу 70 точки таму. 65% е, почитам председателе, вградени се препораките на Венецијанската комисија во овој закон. Од нив 4 се усогласени, 5 се делумно усогласени и 3 неусогласени. Ние знаеме дека намерно испративте законот во Комисија за Венеција за да добијате време. Негативното салдо на заедниците да биде повисоко. Еве, кажувавте дека зошто скриете фактот дека се е усогласено со Венецијанска комисија. Па дај, еве да седнеме нашиот правен тим со вашиот предлагачи да видите во очи колку фактички недостасуваат. Еве, анализата покажува се. Sali Murat, duke kritikuar ligjin, theksoi se ligji vazhdon të ketë mangësi në definimin e nocioneve, nuk parashikon mbikëqyrje të pavarur nga kuvendi apo një agjensit e pavarur, ndërsa procedura e hartimit nuk ka qenë gjithëpërfshirëse. Ndërkohë në këtë komision me 7 vota për, propozim ligji kaloi në lexim të mëtej.